Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin ton Rrëfime Jete, për të ndaluar edhe një herë të komentojmë rastin e 3 vajzave në Fier që rrahën në mënyrë brutale shoqen e tyre. Deklaratat që kanë mbritur në mediat shqiptare janë deklarata tronditse. Unë gjithmonë e kam thënë që shteti jo funksional dështon, por gënjeshtra i ka këmbët e shkurtra. Tani, nënat e vajzave thanë që vajzat ishin me probleme mendore, po vajzat dalin shumë kriminele. Kur them kriminele, dalin shumë të zgjuara. Si mundet një vajzë me probleme mendore, dhe unë nuk e kuptoj domethënë me çfarë shteti kemi të bëjmë ne, si mundet një vajzë me probleme mendore të krijoj një skenar aq të bukur që ta merr shoqen, ta çon në banez, ta gënjen, ta mashtron dhe më në fund t'ja bën më të keqen e madhe. Dhe e dyta, si mundet një vajzë me probleme mendore të josh policin, të josh policin me marrëdhënie intime, me patjetër se polici nuk është joshur për bukuri, por është joshur me marrëdhënie intime. Imagjinoni çfarë policie e lëshon vendin e punës, e lëshon detyrën me një joshje nga një vajzë 17 vjeçare, adoleshente, kundërdrejt një burri të 40-50 vjeç, sado që ka qenë ky polic. Njëherë do lexoj këtë lajmin që mua më ka tronditur dhe më pas do ta komentojmë. Detajet ronditse janë zbuluar natën e mbrëmshme në studion e Top Story në lidhje me 3 vajza të dhunuese të 17 vjeçares në Fier. Gazetari Eraldo Harlica u shpreh se vajzat në fjalë, pas denoncimit të bërë në polici të rastit dhunues, domethënë këtë e ka thënë dhe zonja komshia e vajzës së dhunuar, që familjarët e kanë denoncuar rastin, që familjarët e kanë paraqitur rastin, por nuk kanë patur asnjë lloj reagimi nga ky rast dhe normalisht kanë qenë të shokuar se çfarë po ndodh. Por polici ka patur halle tjera, tjetri ka shkuar në hotel. Tashi, pas denoncimit të bërë në polici të rastit të dhunës, kanë ftuar në një hotel një polic. Imagjinoni ku jemi ne. Në hotel e kanë ftuar policin dhe pasi është futur në dhomë, i kanë bërë foto dhe video dhe e kanë shantazhuar se do t'ja postonin në rrjete nëse nuk u jepte para. Imagjinoni tani çfarë kriminele këto vajza. Këto që ishin me probleme mendore që thonte nëna, këto vajza dalin të jenë më të shkathta për t'i fshehur gjurmët e tyre se të gjithë ne që nuk kemi dokument për probleme mendore. E mëtej, ai tha se ato bashkë me të dashurit e tyre ishin një rrjet i mirëfill të shantazhi. Këtu kemi të bëjmë me një grup të madh kriminalësh, duke e aplikuar këtë teknik edhe në raste të tjera, që në këtë rast nuk ka qenë vetëm polici i shantazhuar, por kanë qenë një grup i madh njerëzish të shantazhuar. Polici ishte joshur nga vajzat, i kanë thënë që duam të flasim që të mos kishin probleme. Këto vajza e kishin thirrur dhe i kishin dhënë vendodhje në një hotelit. Dhe aty kanë bërë video dhe foto policit duke e shantazhuar. Dhe më pas i kanë kërkuar para duke e shantazhuar. Nuk ka pasur marrëdhënie intime, me sa kam dieni thot. Kjo është për pikpyetje. Thjesht momenti që ka shkuar në hotel, madje i kanë marrë dhe lek, bashkë me të dashurit kishin një rrjet shantazhesh dhe gjobash. Tani ne duam nga policia drejtësi, imagjinoni çfarë shteti dhe çfarë policie dhe një 17 vjeçare këtu shantazhon shtetin. Kjo është hapu dhe që të futem. Definitivisht të tregon 17 vjeçaria kaq fuqi të shantazhoj shtetin, unë këtë gjë vetëm në Fier kam gjuar. Dhe sa e turpshme është që kjo nëna del edhe e mbron të bijën duke e quajtur me probleme mendore dhe psikologët të cilët e kanë marrë rastin në dorë dalin më me probleme mendore se nëna.
Unë mendoj që këto gjëra tashmë duhet përfundimisht të merren seriozisht, se derisa polici nuk ka patur fuqi që ta denoncon rastin që e kanë shantazhu, unë nuk e kuptoj se atëherë kush shtet është gati që të mbroj qytetarët e tij në këto raste. Unë shpresoj që edhe këto djemt të gjehen dhe të zbardhet e vërteta një herë për gjithmonë, se nuk i dihet se çfarë fshihet në telefonët e këtyre vajzave, nuk i dihet se çfarë fshihet në videot e këtyre vajzave dhe një herë për gjithmonë të tregohet realiteti se si është. Mua më vjen shumë turp, sinqerisht më vjen shumë turp, që në Shqipërinë tonë të dashur dhe shumë të vogël, ndodhin raste të tilla që realisht janë të neveritshme, janë të sikletshme dhe janë raste që të bëjnë që ti të ulesh edhe të mendosh se çfarë po ndodh. Do të thënë, ku është Shqipëria jonë? Ku janë institucionet? A ka funksionim në këto institucione? A ka njerëz të cilët i kontrollojnë këto institucione? Se kjo është turp, kjo është sinqerisht është e turpshme ajo që ndodh në shoqërinë shqiptare. Imagjinoni, 3 vajza të moshës 17 vjeçare kanë shantazhuar dhe kanë mashtruar një polic, ku në këtë rast unë dyshoj personalisht se ka patur dhe momente intime, se polici nuk ka shkuar kot atje, do të thënë derisa është joshur, është bërë një lloj bisede me këtë policin. Se ai nuk është joshur për veprat bukura që kanë bërë këto vajza, është joshur ndoshta nga provokimi, nga format që ato kanë shkruar. E tani, të kesh të gjithën këtë zgjuarsinë, se kjo është zgjuarsi, do të thënë ta manipulosh të gjithë punën, të kesh të gjithën këtë inteligjencë dhe të del nëna pa pikë turpi dhe të thotë që vajza ime ishte me probleme mendore dhe unë po e trajtoj, jo, ti thjesht mundohesh ta mbrosh vajzën tënde, sepse ti do t'ja futësh shtetit, po nuk ja fut dot shtetit, sepse është ngritur e gjithë shoqëria në këmbë dhe ti një herë dhe vajza jote do të merrni me dënimin e merituar, se është turp kjo që po ndodhen dhe më turp është për këto meshkuj të cilët duke thyer detyrat e tyre, duke thyer pozicione të cilat i fitojnë me djers, i fitojnë me gjitha ato lekë të kontribuara nga familjarët e tyre për të kryer ato shkolla, gënjehen, të cilat janë në gjendje të bëjnë gjithçka vetëm e vetëm për të fshehur gjurmën e tyre. Këtë gjurmë që në fakt mua më ka shqetësuar dhe më ka tronditur pafund. Unë edhe njëherë apeloj dhe uroj që institucionet kompetente, edhe pse ka marrë vesh që polici i cili ka bërë këto lëvizje të turpshme është pezulluar nga puna, po mendoj që meriton edhe burg, sepse nuk është njerëzore që ti të lësh një traumë të këtill ku, do të thënë, ka institucione, ka ligje të cilat janë miratuar për mbrojtjen e qytetarit, të mundohesh të zhdukësh një të vërtet të tmerrshme për interesin tënd, sepse ti ke qef si polic të flesh dhe të kesh përfitime të tua intime nga disa vajza. Me thënë të drejtën, nuk doja ta besoj fare gazetarin që është e vërtet, por normalisht që është shumë e vërtet, sepse nuk mundet një gazetar të dele dhe të flet nga hiçi nëpër media për një ngjarje që realisht është tepër shqetësuese. Unë uroj që të merren vendime të duhura dhe pikërisht këto vajza të marrin dënimet më të merituara. Mendoj që Shqipëria duhet të kthehet në ato vite që dënimet duhet të bëhen të ashpra dhe jo false.